Pas diskutimit të gjitha temave që patën paraprake me mua në studio Shpejtim Hyseni, arsëmtar, mësimdhënës dhe moderator. Shpejtim, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për jush për ftesën, deri kënaqësi të jem këtë studio me juve si moderator dhe në këtë medium. Faleminderit shumë. I nderuar, ne kemi pa që mënyra e mësimdhënës dhe mënyra e vlerësimit të mësimdhënësit në Kosovë tashmë ka ndruar. Si e shihni ju gjendjen e mësimdhënësve në Kosovë? Të mësimdhënësve, përmes me shku ndoshta ajo e fundit me thonë të mjerueshme, i shkon se kish dalë tepër pesimiste, po ja që jemi drejt asaj pjesë. Po shkojmë si mësimdhënës drejt mjerimit, nga një figurë që mësimdhënësi është parë, është vlerësuar ndryshe nga poshtë lartë, edhe është parë me vlerësim, është parë me respekt, është parë me nder, është parë me atë pjesën më të bardhë, më të mirë të mundshme. Sot mësimdhënësi fatkeqësisht nuk shihet si i tillë. Ne deshtëm, edhe unë edhe ju, sot ku jemi këtu jemi falë mësimdhënësve tanë. Duke fillu prej mësuesit, unë e kam pas për klasës parë, dikush me ta ketë pas mësuese, pak ka rëndësia e pjesë, e deri te këta që jemi sot, mësimdhënësit janë pjesë e formësimit tonë të këtyre personaliteteve që ne jemi sot. Fatmirësisht, deri tek gjeneratat e para ose dyta, ndoshta të treta, na thonë lart mas luftës, jemi kon deri dikon. Aty kemi nisë me rapi provimit. Është fjala jo ne si mësimdhënës, por si shoqëri në përgjithësi, prindërit me theks. Pse prindërit? Sepse prind jam edhe vetë. Edhe problemi kryesore kam të ata prindër që të zënë ose të stërzën me më shumë se një punë, ndoshta dyje më shumë, atë pjesën më të ndjeshme të familjes, atë pjesën kur ne të gjithë presim një të ardhme për tyre, pra për fëmijët tanë po i lëm anash. Ndoshta gjithçka po bëjmë pikërisht për ta, edhe në fund po del që humësit më të ma jemi ne dhe ata. Pse? Sepse ne s'po e kemi njëri tjetrin pranë. Ne s'po e ndjejmë dashurinë, ne s'po e ndjejmë aromën, unë fëmijës e fëmijat prindit. Ne fëmijët tanë po i rrisim qerdhe, po i rrisim kopshte, po i rrisim me kujdestarin në përshpe. Nuk kam ku me diçka jashtëzakonisht të madhe për kësaj pjese, po unë jam i thara asaj që fëmiju du të më rritë me baba dhe me nonë. Po tash ndoshta edhe koha ka evoluar, nuk i kemi ashtu mundësit si më përpara që ke pas mundësi me nejë në shtëpi edhe me asiguriu jetesën vetëm me një pagë. Po, pjesë ekonomike ka bot vetën, domthonë ka prek pjesën më të ndjeshme të një shoqërisë një kombit, ka prek familjen. Ne shumë prej nesh, nëse të proj kur them shumë, thonë disa prej nesh nuk i kemi as gjyshrin në shtëpi. I kemi me vetë, ose i kemi me njërin prej vlezërve, ose i kemi jo brenda familjeve tona, si që unë jam rrit me gjyshrit e mi, jam rrit edhe me prindrit e mi, me nonën pak më shumë, edhe pse dikur pastaj edhe ajo është punësu, po është punësu shkort, po për taja pjesë për faktin që babai ka mund na mbaj në ekzistencë, sa kemi qenë rreth 10 vjet në shtëpi. Sot 10 vetë njës për mujna me majt në shpe, në kuptimin e plot fjallës që ajo sa jo me jetu i pavarë, edhe ata gjyshër që po i kemi në shpe, edhe ata prëndër tanë moshë që po i kemi në shpe, me ato pak penzione, nuk po mujnë me adalë deri në gjystë mujt, me barna, se lemo me kalu mujt dhe në fund. Tash, ata nuk bojnë barë për neve, lartë qoftë. Lartëqenet ata barë për neve, por bën ngarkes ekonomike që neve na detyrojmë pastaj me kërku një gjysmë pune, ose një punë të plot dytë, me mujt me majt vetën, normal me mbjetu, me kalu një muaj të plot pa borgje, pa kredit dhe në fund mujt, edhe me i plotësu nevojat bazike të familjes për neve, për fëmijët edhe për prindërit tanë, ose për gjyshit e fëmijëve. Po tash në munges gjyshëve në shtëpi, fëmijët po rriten la një ngrohtësie familjare. Neve jo që s'pona kanë shtëpi, po s'pi kanë as gjyshrit. Tash ata fëmijë po rriten me njerëz të huaj, që atyre mundon dashta me ju ofru ato çka ato mujnë me ju ofru, po ato që ka kërkush më botë së mujnë me ju ofru kërkujt është ngrohtësia familjare. I mungon afërsia familjare, i mungon aroma e shtëpisë, i mungon kultura, edukata, mirësjellja, i mungon krit mjedisi familjar, po na mungojnë, për shembull, unë kur kom eme në qerdës në ka shkel, po jam formësu, kjo që jam formësu fal babës pak, se baba jo rastisht është mësafir shpe, shumicën e kohës ka punu, fal nënës edhe gjyshërve të me.
Gjyshet vërtet i kam pas pa shkollë, po janë konë një shkollë në vete për mua, janë konë një akademi në vete për mua. Përfshirë të edhe kulturë, mirësjelljen në edukatën që ne kam përfitu prej nënës. Domthonjë jo rastisht edhe fetarisht nëna vlerësohet 3 herë para babës. Nëna, pastaj baba thot porosia profetike e Muhamedit alayhis salam, porosi këto të cilën ne fare pak po e zbatojmë. Tash nëse ne dështojmë pikërisht te nona, nëse ne dështojmë që tu, tash ka po pretim më shumë. Po tash nëse fëmijët dështojmë, ose fëmijët tanë dështojnë nëse ne dështojmë raport me ta. Nëse ne, e thash që fillim, nëse ne bëjmë çmos për ata fëmijë, edhe në fund na del që humsën më jemi ne të dy palët, se ne rritemi kushtimisht jetim pa fëmijët tonë, ata me këtë kuptimin e fjalës rritin jetim pa neve si prindër. Edhe kjo pastaj po na kushton pse? Mungesa elementit bazë, mungesa e të qenit i kulturuar, i edukuar, me mirësjellje, me përullësi, me modesti, me respekt ndaj tjetrit, kushdo qoftë ajo ose ajo, duke filluar brenda familjes fillimisht, pastaj edhe për te kësaj, neve po na kushton. Pse? Po na kushton me sjellje jo të mira, sjellje jo të këndshme, po na kushton me sjellje devijante në rrugë, po na kushton me rrugaçëri, po na kushton edhe me viktima madje. Ne po shohim që jo pak të rinj po mbysin njëri tjetrin, po vrasin njëri tjetrin, po shkelin me kerr njëri tjetrin, besa... Dukurisht janë parë më herët në vendin tonë. Fatmirësisht s'jam parë, tash po shihen edhe çështje më tragjike, çështje më dhëmshme, kanë nisë të pranohen si normale, si të zakonshme. E kjo pjesë është e dhëmshme. Nëse diçka i ndodh dikujt dje, pritet sot ty ose nesër ka më të ndodh. Domthonë, jemi në një situatë jo të mirë, në një situatë ku po luftojmë me tërë qenjen e mundshme njerëzore me shpëtu ato që është jetike për njerëzimin, me shpëtu familjen. Nderuam ishim kthy edhe të çështja e cilësisë në arsim. Pra, sa ka ndrruar cilësia në arsim në vendin tonë? A ka mbetur cilësia ashtu siç është pritur që të kemi një cilësi në arsim duke ditur se kemi kaluar vite pas lufte, apo ende mbetet sfiduese cilësia të cilën e ofrojmë nëpër shkolla? Unë jam ai nxënësi i mësimeve shtëpi-shkolla. Domthonë ne kemi mësuar nëpër shtëpi, të cilat janë ofruar falas nga Bashkon Bastan, thjesht që arsimit të mos dështoj, sepse po deshe ta shkatrosh një këmbë, shkatroj arsimin dhe ti e ke arrit ta shkatrosh në gjitha nivelet atë këmbë. Sot me i thonë dikujt shko mëson shpe, ullu datho, ullu në shilte, shkruj në gjonjë ose shkruj në shpindën e shokut, shoqës s'shkon në shkollë heq. Unë e kam udhëtuar në shkollë të mesme 1 orë në këmbë me shku në shkollë, 1 orë më kthy rraf 4 vite. Në më 8 vjetë shkollën fillore kom pas afër, sot ku jam simdhënës, shkollën e mesme kam udhëtuar për 4 vite rresht, 5 herë të hanën të premten, nga 2 orë udhëtim veç me shku edhe më kthy, domethënë 1 orë më shku, 1 orë më kthy. Sot me i thonë nxënësve kemi udhëtuar 1 orë në shkollë më kthy s'shkon hiç. Edhe hiç zbrengoset për atë punë, hiç nuk e bren ndërgjegja. Mu më ka brej dikur, mbren edhe sot. Për faktin që kemi pas një jetë vështirë në pushtimin ser, një jetë vërtet vështirë ekonomike. Për kemi pas një ideal të madh, kemi pas një qëllim të pastërt, kemi ditë pse po e bëjmë këtë sakrificë, sepse kemi pritë që nesër na shpërblet edhe vërtet na shpërbly. Por këta fëmijë të sodit, nuk kanë plan afatmesëm se për afatgjatas që bëhet fjalë. Domthonë unë jam arsimtari gjosipit tash klasëve të 9-tave jap mësim, edhe në dash beson, dash mos besoj ju dhe shikuesit tuaj, ata nuk janë të qartë tash në qershor, kur përfundon mësimi, ku kanë me shku në shkollë të mesme. Se për fakultet asë që bëhet fjalë, domethënë janë kaq të painteresuar, është fjala fatkeqësisht, me fatkeqësinë më të madhe të mundshme, po them për shumicën e nxënësve. Një pjesë e din shumë mirë, janë të qartë, janë të orientuar, din ku kanë me shku në jetën e tyre. Një pjesë ose ndoshta neve po na duket ashtu që është shumica, sepse profesioni i mësimdhënësit është profesioni jashtëzakonisht fisnik, për faktin se prej profesionit mësuesi dalin gjitha profesionet tjera. Tash kur e kemi këtë gjendje, për shembull, prej klasës 6 deri në klasën 9, në esejet që unë kam bërë me nxënësit, as edhe një nxënës i vetëm nuk ka thënë, nuk ka shkruar se do të bëhet mësimdhënës. Pra ka mbetur profesion jo i dëshiruar mësimdhënës, se dikur kur ishte ëndra e gjithëve që të bën një mësimdhënës. Figura e mësimdhënësit e tham më herët që është parë
jashtëzakonisht është vlerësuar, jashtëzakonisht shumë, është pa një figurë që ajo e tillë është edhe sot, pavarësisht që tjerët nuk e shohin ashtu. Ajo mbetet e tillë, figura mësimdhënësit mbetet e pazëvendësueshme. Ndash shkruaj me shkums, ndash shkruaj me tabel të mençur, ndash jepi vetes drejt, me thonë që unë jam autodidakt dhe di më bo, dikush që sot nuk mundesh, vetë nuk mundesh. Pa e pas një këshillues, pa e pas një mbikëqyrës, pa e pas një dikon që t'i hap dritarët e jetës, t'a qel derën e mundësive, vetë është e pamundur vetë. Asë Zotin sa ka kriju vetë, ka kriju mashkullin dhe femër për njëri tjetrin. E lemo vetë me i dhonë vetës aq besim, aq vetë besim të tepruar, më thonë, jo mëra nësë kam nevojë për mësim, sepse ja dal vetë, jo nuk mundesh me ja dal vetë. Pa prenda as njetë nuk vjen, pa mësues nuk mundesh me u bë dikush, kush do që e ki ndërmend me u bë. Inerum, isha kthyer të çështja e testit PISA që shpeshherë neve kemi dalë. Shpeshherë jo, po zakonisht kemi dalë katë fundit në renditje. Pse po vim deri tek kjo ramje e tek testi PISA? Në kohën kur unë kam qenë... A nuk po përdoren taktikat e mira të mësimit, sjelljes të nxënësve në mënyrë të duhur, kurrikulat e reja, mënyra se çysh trajtohen të gjitha këto kurrikula, apo dëmtojnë më shumë nxënësit, apo është edhe çështja e teknologjisë së avancuar që nuk e kemi fatkeqësisht në Kosovë? Teknologjia është e mjaftueshme për neve, nëse duam edhe dim të shfrytëzojmë për gjëra të mbara. Por gjërat që neve na çojnë përpara edhe na lehtësojnë dijen. Ne kemi botën me një gisht, me një televizor të gishtit, shkon ku dush, në secilin kontinent që ti don, kime gjetë edhe një prosk në të interesovë, se lemo një licea, një deti ose një oqean. Dështimet në PISA janë më të mëdha se sa që diskutojnë. Dështimet në PISA janë prej klasës të parë, jo veç klasën e 9 që merren pjesë nxënësit. Pse? Unë gjithmonë të ka trikën që magjik mësimdhënës, prindër edhe nxënës, jo ndoshta problem, po pjesë e problemet e vë gjithmonë prindin. Unë nisa për vetës. Nëse unë jem prindi 2 fëmijëve dhe nëse mësimdhënësit nuk mund të mbajnë një orë mësimore normale, si rezultati i padurgjshmërisë, i zhurmës, i pakujdesisë, i mos angazhimit, i rrugaqërisë që jo pak fëmijë sot tregojnë në klasë, në shkollë, atëherë problemi është imi, nuk është i mësimdhënësit. Disa po më përkrajnë, disa jo, kur po them gjithmonë që procesi edukativ arsimor është i ndarë, vërtetë edukativ arsimor, por unë jam për atë pjesën edhe këmbgulit e pjesën që procesi i edukatës është detyrë e shtëpisë, e dijes është pjesë e imja. Ndoshta edhe mësuesit duhet të ketë një qasje më të mirë që nxënësi t'i bindet në një mënyrë që të rrinë në klasë dhe të vazhdojë orën mësimdhënësja ashtu siç duhet. Mësimdhënësi fatkeqësisht është zhvesh prej çdo të drejtë, prej çdo kompetence. Fëmijët gabimisht janë mësuar me të drejta, gjë që askush nuk ka asgjë kundër të drejtave të tyre, por nuk janë mësuar fare se krahas të drejtave ka edhe përgjegjësi. Ti nuk mundesh me shku në shkollë edhe me kalu prej 7:30 deri në 12:30 në shkollë, veç me kalu veç kohën kët. Ti ke me përfitu diçka, ki ke me marrë diçka, nëse ki shku me obo dikushi. Po nëse veç ta nxjerr fëmin për shtëpisë, hajt ta çojnë në shkollë, ta ditë që kam shkollë, edhe nuk më intereson se çfarë bën ai. Çka ka me bë mësuesi? Nëse një mësimdhënës nuk mund me mbajt një orë mësimore, jo vetëm për një nxënësi, po për disave në klasë. Si mendoni që të tjerë do përfitojnë ose vetë ata do të përfitojnë dije? Mësuesi është mbështet për muli sot. Nuk ka kurrë far të drejtë, nuk ka kurrë far, s'ka kur gjë hiç. Cila drejta simpaciush do duhet t'i gëzonte një mësues në mënyrë që të jetë më efektive puna me nxënës? Drejta thelbësore është me pas një fëmijë në klasë të edukuar. Një fëmijë në klasë që e shef figurën e mësuesit me respekt, një fëmijë që mësuesin e shef me përulje, një fëmijë që në klasë dëgjon, një fëmijë që në klasë e dim pse ka ardhur. Ai fëmijë ka ardhur në klasë sot me mësu ato që se ka mësu dje, edhe më konë më i meqëm për të nesërmën. Nëse ne fëmijë të tillë nuk kemi në klasë, çka ka me bo mësuesi i shkret? Për të dy pikpamjeve, edhe si prind, edhe si mësimdhënës, ne kemi shumë për të bërë, por mësimdhënësi është përgjegjës vetëm për dijen. Nëse mu personalisht më shkon 10-15 minuta, 20 minuta, koha me qetësu një gjysmë klasë, ose 4-5 nxënës,
edhe me i lon anash 35 të tjerë ose 30 tjerë, sepse në shkollën tonë numri i nxënësve është i madh. Unë jam kujdestari 36 nxënësve. Tash nëse 2, 3, 4, 5, 6 shprishin balancin e klasës, humbin 36 nxënës ose humbin 30 të tjerë prej 4, 5, 6 të tjerëve që nuk duhet më marrë ose të tjerë duhet më marrë gjatë gjithë kohës me ta. Si me prit rezultat? Nëse ti nuk ngon, është problemi jote, mos ngon, kënë rregullimi, po dhe mos se pengon tjetrin. Mos bën shaka pa krip, mos bën sjellje pa skrupullta, mos u zgërdhi në orë. Dije pse ke ardhur në klasë, dije se je pasqyrë prindërve tu, je pasqyrë e familjes tonë në përgjithësi. Nëse ne nuk jemi përfaqësues të mirë, drejt, të këndshëm, vetvetes, por edhe prindërve tonë, atëherë çka? Ne domethënë, unë problemin kryesor e shoh tek dështimi i prindërimit. Ne po dështojmë si prindër, me ose pa qëllim, ne po dështojmë. Nëse unë nuk jam në gjendje me dhonë atë për çka jam i punësuar, se e përmeni gjithmonë, vlerën e mëdhënësit dhe vlerën e dijes nuk ka çmim që e paguan. S'ka, thjesht nuk ka çmim. Por me atë pak rrogë që e marrim, ne kemi bënë kontratë me shkrim që jemi pajtuar me atë rrogë, edhe duhet me ia dhënë maksimumi, por nuk kam si mëdhënës të ndërgjegjshëm, të përgjegjshëm që siç ka pasën të kaluar, që kanë punuar pa parë fare ose kanë punuar me jashtëzakonisht fare pak rrogë, e që neve ne kanë nxjerr këta që jemi sot. E vërtet. Nderum, isha kthyer edhe tek një çështje tash metodat moderne. I kthehemi pastaj edhe PISA sepse po dështojmë se bërë edhe pyetje, po urdhon. Po, dhe për PISA gjithsesi e di që ka interes duke ditur se tashmë është afruar edhe testimi PISA-s, po metodat moderne që po përdoren në për shkolla tashmë që kanë hyrë në funksione, sidomos ajo me jashtë përdorimit të tabelave me shkumës, ashtu siç kanë qenë të kaluarën, sa janë të përgatitur mësimdhënësit që të adaptohen në këto metoda moderne? Mjaftueshëm sa me përçu dije tek nxënësi. Nuk duhet me farë lloj ekspertize e madhe. A duhet vazhdoj trajtimi i mësimdhënësve duke ditur se bota është duke evoluar, jemi duke parë gjëra të reja, zvolime të reja, a mendoni se duhet trajnohen mësuesit vazhdimisht në mënyrë që të nxejmë hapat apo që të mos përfundoj vetëm me një shkollim master edhe të vazhdoj gjithë punën e tij si mësimdhënës? Përgatitja profesionale ose akademike e masterit është mase normale për një mësimdhënës, është mjaftueshme. Edhe vetëm fakulteti mjafton, tash për kërkohet edhe masteri. Pse? Për faktin që gjithë secili për nesh e ka një pajisje të mequr në dorë, qoftë telefon, qoftë iPad, qoftë kompjuter. Po jo shëherë mund të marrim informacionet të duhura edhe prej iPadit edhe prej telefonit, mund të shpërçojmë edhe dezinformata përmes tyre. Kjo është detyra e mësimdhënësit që me e verifiku fillimisht informacionin, burimin e informacionit, edhe përveç asaj që është në libër, ajo është veç një dhënë, veç një informacion shtesë, që ty të plotëson ose të orienton, ose të ndreq, ose të prish punë diku nëse ti nuk je i gatshëm me përdor. Përndryshe, secili mësimdhënës është i gatshëm me i përdor të gjitha teknikat e mundshme, të gjithë teknologjinë e mundshme. Tash shkollën tonë kanë instaluar televizorët e mençur, të cilët ne i përdorim, aq sa na jepet mundësia, por më shumë keq përdorim për nxënësve se sa na jepet mundësia me u përdor prej neve. Pse? Kanë qasje në internet, shohin gjërat pakëndshme, dëgjojnë gjërat pakëndshme, e pasojnë fjalorin e tyre me fjalor rruge. Unë jam i bindur që nuk ka prind që mëson një fëmijë me shah, nuk ka mësimdhënës që mëson një fëmijë me shah, ata sot veç shajnë. Ata sot veç fyjnë njëri tjetrin, ata sot veç nënçmojnë njëri tjetrin. Ata shohin ndryshe njëri tjetrin. Nëse ne mësojmë me pa ndryshe njëri tjetrin, atëherë si presim të vlerësohemi mirë dhe drejt ne. Domthon, jo rastësisht në mungesë të kësaj vetëdijes, në nivelin kombëtar dhe shtetëror, ne jemi ku jemi edhe tek niveli i PISA-s. Pse? Jam i përfshirë pak a shumë në testin e PISA-s, në korrigjimin ose vlerësimin e përgjigjeve të nxënësve, edhe mbeso aty ka përgjigje aq të turpshme, ose s'ka fare përgjigje. Pse? Sepse nxënësi nuk e ka marrë mundin me lexu. Bëhet fjalë për një faqe tekst, jo një faqe të plotë tekstit, e mbështetur me një foto ilustrim. Edhe ai ose ajo kanë me dhonë përgjigjen në bazë asaj që shohin foto. I ke të paktën 10 pyetje që nxirren prej një fotoje, ose prej një teksti që ti i ke përgjigjet e dhëna aty, veç duhet me lexu. Nxënësi asat pjesë se merr mundin me lexu. Pse? Se ne nuk i vetëdijsojmë mjaftueshëm as prindrit, ndoshta as ne mësimdhënësit jo në këtë rast, se ata janë përfaqësues
të kombit shqiptar dhe të shtetit Kosovës. Nëse ne i lëmë atë të papërgjithshëm, ata thonë, çka, s'kemi më pas pasoja, se ne na mësu gjithmonë me pas pasoja, me prit rezultate, hajtë marrë se pelo, edhe ke përgjigje të thata, ose ke përgjigje të gabura, ose ke fjalor që ty të vjen marrë me pas se çfarë shkruan aty. Testi pisa, pastaj automatikisht e merr si përgjigje negative. Prandaj rangohemi në ata që rangohemi sot. Jo që jemi të padijshëm, po jemi pak si tepër të djallëzuar, jemi pak si tepër të pandërgjegjshëm edhe të papërgjegjshëm. Edhe kjo është rezultati. Jo që jemi të padijshëm. E vërtet, duhet kalojmë edhe në shumë faza, mendoj, derisa të kemi një arrishmëri më të mirë në testin PISA. Zoti Hyseni, falenderoj shumë që ishe pjesë e Infodesë dhe shpaloste të gjithë përvojën tuaj si mësimdhënës në fushën ku juve ligjeroni në shkollë në Gjilan. Faleminderit shumë që erdhën në Infode. Një korrigjim të vogël, jam në Prishtinë shkollës nacionale, kështu që pa problem hiç, rregullim, pa problem. Shpresoj që Allah më të mirën e moshme. Unë nisa duke ditur prejardhjen tuaj edhe për jo, Gjilanase me prejardhje për ndryshe pinjoll thojza tash se sa vite, po kjo pak ka rasti kam qef më ngushtë kjo pjesë. Unë uroj që ky bashkëbisedimi ynë të jetë i frytshëm, fillimisht për prindërit. Duhet jemi më nivel detyrës, pastaj edhe për fëmijët nëse duan të armë më të ndryshme, nëse duan me shku me punu në Gjermani, s'ka nevojë me kry shkollë hiç. Mos e hub kohën, shko puno atje ndërtoje Gjermaninë, hajde këtu në vendin tonë si refugjat, prit udhve ose baje mall më ardh në vendlindje kështu, edhe kjo është një jetë që s'ja dëshiroj kërkujt. Këto këshilla besoj që do të hyjnë punë shumë njerëz e shumë prindve sidomos. Faleminderit shumë. Atyre uroj fillimisht. Nderuar, faleminderit shumë. Neve vazhdojmë intervistën e radhës ku do të jetë i ftuar kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë.